një shok që më ka bon për shtypje edhe kam emocione, është Atman Krasniqi. Ka qenë 90 vjeçar, është vëro me 7 maj, 99, në fshatin më Lapël, s'ko mund nga shtimes. Ka qenë 1,96 m i gjatë. Edhe sot e ka pllakën më Lapël që nuk shkon një herën 2 javë pa shku me vizitu. Ka qenë edhe trem, edhe i ri. Mirë po, aje ka shku në përjetësi, e na që kemi metë na ma keqë. Edhe na, disa që kemi shpëtu, kemi pas qëtë edhe na, mi u bashku dëshmurve. Sigurisht, momente si këto na kujtojnë që me dhënë jetën për atë dhe unë është fatë. Fatë është. Pra ndaj po lidhem të kjo që e thatë ju një plot pjesëtar të luftrave që thonë kam pas shumë qef me dhënë jetën për këtë vend. Njerës që vdesin për atë dhe janë njerës me fatë. Njerës që ju shpëtojnë plumbat armikut janë njerës pa fatë. Na fatë kësisht, fatë mirësisht, po du me thonë, një kemi shpëtu, po jeta të na është ma vënë me sfida. Jeta tutje ka qenë plot sfida. Sfida. Një prej sfidave që e keni përjetu po them është edhe emigrimi jashtë vendit. Keni kërku azel në gjvend? Në Gjermani. Në Gjermani. Edhe kam qëndru për 92-ës deri 94-ën, dikon 30 muj pa orë në Kosovë. Mirë po, unë gjatë asoj kuhe u fejuva këto në Kosovë, edhe ata mes të ishin duhet me orë këto, më martu me marë nusën se e që di e shë e të bo atje në Gjermani. Edhe unë u këthejva erdha, kur erdha këto, do mjetë e shaj kisha i shpenzuva, ja darsma, ja shikim në do... Pra botë edhe dasëm, a? Po bona dasëm, bile në dasëm, patëm edhe probleme se unë në Kolon e vendosa flamurin Kuqezi. Atëherë konë situata që u dofke edhe flamurin Jugoslav. Unë e thash ju s'pranesha. Po kemi pas probleme, e ka nalë Kolonën tonë, mirë po fatmirësisht kemi shpëtu. Bona një darsëm të mirë, ta na 2 vjetë nejta në Kosovë, mirë po, gjendja ekonomikë kemi u vështërsu, u detyruva në 96-ën me shku edhe njërë. Në Gjermani shkuva, një vetë punova, mirë po nuk më shatë. E latë bashkëshortën vetëm, apo botë? E latë bashkëshortën edhe vajzën 2 muaj. Vajzën e madhe 2 muajshë. Kur erdha mas 1 viti, vajza 14 muajshë, nuk me njefte. Edhe të merë. Unë e therësha, ajo vetëm shqeqajkes me njefke. Pasta ju, ishtë situata shumë e keqe. Mërziti kjo gjendje kur erdhe dhe vajza nuk... Shumë se a di sa keqa mos me tarë fëminja,